Por koleg, student dhe të pranishëm. Sot, në këtë ditë të rëndë, Fakulteti i Arteve mbëllohet me një heshtje të thellë. Jemi mbledhur për të nderuar kujtimin e Shpat Kasapit, një artist që preku zemrat e njerëzve dhe i dha muzikës sonë një dritë veçantë. Si dekani i këtij fakulteti ndjej thellë dhimbjen e kësaj humbjeje, sepse largimi i tij nuk prek vetëm skenën, por prek secilin prej nesh që e shmon artin dhe shpirtin e pastërt njerëzor. Shparti gjithsesi se ishte një zë i bukur, ai ishte një shpirt i mirë, një zemër butë, një djalë që dinte të sillte ngrohtësi kudo që shkonte. E me talentin e tij, me buzëqeshjen e tij të qetë dhe me sjelljen e tij fisnike, ai na kujtoi se arti vërtet lind nga zemra. Sot, ajo zemër ka pushuar strauri, por drita që la pas nuk do të shuhet kurrë. Për studentët, Shpati është një kujtesë e fuqishme se arti është jetë, është dhimbje, është gëzim dhe mbi të gjitha është dashuri. Ajo bë pjesë e kujtesës kolektive të kulturës sonë dhe do të mbetet aty për gjithmonë. Le ta kujtojmë me mirënjohje, le ta ruajmë zërin e tij, ëndrat e tij, mirësinë e tij. Sot nuk i themi lam të mirë Shpatit, i themi faleminderit. Faleminderit për gjithçka që na dhuroi. U pret në paqe. Faleminderit.